Emergjenca e shkaktuar nga hiri vulkanik i Etnës vazhdon, me pasoja të rënda për aeroportet e Sicilisë. Siç njoftoi SAC, kompania që menaxhon aeroportet Catania, Fontanarossa dhe Comiso. Operacionet e fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar Vincenzo Bellini janë pezulluar deri në orën 18. Dita e 4 e ndërprerjeve të shkaktuara nga Etna, po u kushton shtrenjtë mira turistëve në Sicili dhe atyre që nisen nga ishulli, pasi fluturimet e tyre anulohen papritur. Ndërprerjet në kulmin e pushimeve verore, po shkaktojnë ndërprerje të menjëhershme për udhëtarët. Siç vlerësohet nga Corriere della Sera, emergjenca e hirit të Etnës ka prishur planet e mbi 100.000 njerëzve. Të paktën 388 fluturime nisjeje u anuluan në aeroportin e Catanias, 55% e atyre të planifikuara, ndërsa 212 aeroplan të tjerë nuk arritën të uleshin. Fluturimet të tjera u devijuan në aeroporte të tjera në ishull, duke zgjatur ndjeshëm udhëtimet e turistëve dhe duke i detyruar ata të arrinë në destinacionin e tyre përfundimtar me makinë private, taksi ose autobus. Hiri vulkanik përbën shumë më tepër se sa një ndërprerje të thjeshtë të trafikut ajror. Grimzat e emetuara gjatë një shpërthimi përbën një rrezik real për sigurinë e fluturimit, pasi ato mund të zvogëlojnë ndjeshëm dukshmërinë dhe të shkaktojnë dëme në avion. Fluori gryes mund të dëmtojë sipërfaqet e jashtme të avionëve, motorët dhe sistemet të ndryshme në bord, duke ndikuar potencialisht në operacionet e fluturimit.